Përshëndetje, përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit rreth artistëve shqiptar. Do të flas sot, në fakt do ta nis këtë ditë maraton të komentimeve, të lajmeve, duke komentuar mbi Matteo Borin dhe lëvizjet e Mateos kohët e fundit. Ju e dini shumë bukur që Matteo pas lajmit të madh që është ndarë me Brikenën, Matteo ka përzgjedhur që të jetë në një emision tepër të shikuar, në një emision tepër të dashur, siç është Shizon Topi, por njëkohësisht edhe në Top Arenën. Ndryshe nga Brikena që ka qenë jashtëzakonisht aktive në rrjetet e saj sociale, që ka qenë jashtëzakonisht në qendër të vëmendjes në rrjetet e saj sociale, Matteo ka përzgjedhur që domethënë të jetë pak më i tërhequr. Nuk është se ka qenë shumë aktiv, nuk është se ka postuar shumë fotografi, shumë story, por kohën e fundit siç duket ka përzgjedhur që momentet e tij të arta, momentet e tij të qetësisë, momentet e tij pozitive, ti kaloj me motrën e tij, ti kaloj me Kesin. Ne dim shumë bukur që Kesi është larguar shumë nga jeta publike, domethënë një Instagram që e kishte mbi 20.000 followers e ka të mbyllur tashmë dhe e ka kthyer në një Instagram privat, që domethënë aty poston gjërat e veta, aty poston momentet e saj, por kishte postuar edhe një foto duke ngrënë drekën me Mateon, domethënë duke e shijuar momentin me vëllaun e saj. Që nga momenti që Matteo ka përfunduar marrëdhënien e tij me Brikenën, domethënë një lajm i cili u bë publik vetëm nga Matteo dhe Brikena, që realisht në të vërtetë mua më ka ngritur një kurreshtje të jashtëzakonshme, që a është e vërtet kjo gjë apo përdoret për klikime. Në këtë rast, do thoni ju pse përdoret për klikime, për faktin sepse Matteo dhe Brikena të njëjtën gjë, domethënë lajmin e madh e bën në momentin kur gjithçka do të dilte, domethënë në momentin kur një promo do të vinte, në momentin kur një reklam e madhe për një emision do të bëhej, dhe normalisht u ngrit dyshimi për që mund të jetë për klikime, mund të jetë jo e vërtet, por nga informacione që unë arrita t'i marr, domethënë nga informacione që unë arrita të siguroj për marrëdhënien e Mateos dhe Brikenës, arrita të kuptoj që ndarja e tyre është e vërtet. Domethënë edhe pse ato do të jenë pjesë e një panelit, ato nuk do të kenë kontakte me njëri tjetrin në aspektin e dashurisë. Tani, unë besoj tek ato që duen vërtet, ato që dashurojnë vërtet, që duan njëri tjetrin vërtet, unë besoj se dashuria nuk mund të përfundon brenda një dite. Dashuria nuk mund të ndalon brenda një dite. Ajo vazhdon, ajo është aktive tek ato, ajo është pranë tyre. Dhe mendoj që Top Arena do t'ju ndihmon që çifti të ndajnë disa momente me njëri tjetrin, që çifti të argëtohen me njëri tjetrin, që çifti të kënaqet me njëri tjetrin dhe ndoshta koha e ndarë me njëri tjetrin do t'ju jep një mundësi që ato ta njohin edhe pak më mirë dashurinë, ndjesinë e tyre. Dhe ku e kisha fjalën më herët, domethënë Matteo këto ditë është munduar që të kaloj momente me Kesin. Kesi që në fakt i ka qëndruar Mateos pranë në të gjitha ditët e vështira që Matteo ka patur, në të gjitha sikletet që Matteo ka patur, në të gjitha streset që Matteo ka patur në përditshmërinë e tij, në jetën e tij, në momentet e tija. Tani do të shohim se çfarë sot do të thot Matteo në Shizon Top. Unë nuk e besoj që Matteo do të del publikisht dhe do të thotë që unë dhe Brikena u ndam për këtë arsye. Tani, a ishin natyra të përbashkëta? Nuk mund të them që ishin natyra të përbashkëta, sepse Brikena është pak karakter më kokfort se Matteo, domethënë është njëri që nuk lëshon pemë, mban më shumë inate, është më shumë njëri që acarohet, etj, ndërsa Matteo ishte pak më i butë, por ato nuk e kanë shpjeguar se cila ka qenë arsyeja që e çoi këtë çiftin drejt ndarjes dhe e bëri këtë çiftin që të merr vendimin, domethënë ta mbyllin këtë kapitullin që realisht është një kapitull që nuk po vazhdon më.
Do me thënë, Mateo ka përzgjedhur që këtë kohën e rëndesës shpirtërore, se në qoftë se vërtet janë ndarur, nuk e besoj që Mateo këtë gjë e ka kaluar me pozitivitet, e ka kaluar me energji të mirë, por këtu ne duhet ta përdorim dhe planin B, që plani B në këtë mes mund të jetë fakti që Mateo, do me thënë këtë gjën komplet me brikenën e përdorin dhe për klikime, dhe jo më kot, do me thënë unë po bëj këtë krahasimin gjithmonë që Mateo dhe brikena janë në një pikpyetje për një ndarje. Mund të ndodhë që ato e kanë bërë me Kastile këtë gjën sepse të dy fillojnë në një format siç është Top Arena dhe Shizon Top, dhe e bëjnë për shikueshmëri. Por nga ana tjetër, duke njohur Mateon si karakter që është, duke njohur Brikenën si karaktere që është, nuk ma merr mendja që do të bënin gjëra për shikueshmëri, nuk ma merr mendja që do të ngrinin këto dyshime të mëdha tek publiku për shikueshmëri, vetëm për kuptimin e interesit të tyre. Do me thënë, nuk më lidhen gjërat fare, nuk më lidhen situatat fare, kur them fare nuk më lidhen, do me thënë, gjithmonë më çojnë drejt një dyshimi, gjithmonë më çojnë, nuk më ngrohin që këto të dy janë të ndarë, nuk më ngrohin, sepse zakonisht një çift që është i ndarë, duket, kanë urrejtje, kanë mlefe, por ato e kishin mbyllur ndarjen me shumë dashuri. Por gjithsesi, do me thënë, Mateo ka vendosur që të jetë pranë familjes së tij. Ne besojmë në një fjalë. Do me thënë një fjalë e vjetër popullore thotë që koha është ilaçi që do t'rregojë të gjithë të vërtetën se çfarë në fakt po ndodh me këtë çift. Dhe unë mendoj që vetë koha do t'rregon nëse këto vërtet janë të ndarë apo vërtet bëjnë se kinë se janë të ndarë. Me thënë, koha është ilaçi i tyre. Ndërsa nga ana tjetër, unë shoh një dritë të gjelbër nga vetë fakti që ato kanë pranuar të jenë pjesë e një emisioni, siç është Top Arena, ku ato do të ndeshen në debate, do të ndeshen në diskutime, do të kenë dialogje të dy së bashku. Jam shumë i bindur që do me thënë do të vazhdojnë të kërkojnë dashurinë e njëri tjetrit dhe emocionin e njëri tjetrit, do me thënë ta bëjnë të lumtur njëri tjetrin. Dhe në këtë mes unë mendoj që mund të ketë një pikë që ato të dy do t'i bëj përsëri së bashku. Do me thënë ato të dy do t'i bëj që të duhen sërish. Pyetja e fundit se çfarë mund të thot Mateo sot, nuk e besoj që Mateo ta pranon arsyen përse janë ndarë. Okej, mund ta thotë që gjithçka që nisi përfundoi, por arsyen pse janë ndarë, nuk ma merr mendja që do ta thotë, sepse pikërisht kjo është arsyeja, do ta mban këtë çiftin sa më gjatë, do ta mban sa më shpesh të komentuar në për të gjitha rrjetet sociale për marrëdhënien, për jetën e tyre, për atë ndjesi në fakt që ato e kanë ndërtuar dhe atë ndjesi që ato po e vazhdojnë. Më thënë, unë shoh gjëra jo të mbyllura nga ky çift, po shoh gjëra, do me thënë, të lëna pak si pezull, të lëna pak si anash, por me një fillim të lumtur, me një rifillim, le ta themi, të bekuar nga ana e të dy palëve. Dua të marr mendimin tuaj përfundimisht, ju si e shikoni këtë marrëdhënie, a keni dyshime siç kam unë, dhe më shkruani në koment.